Federata Shqiptare e Padelit do të ketë një qendër të re sportive në Lundër, ku janë vendosur fushat e përdorura gjatë turneut ndërkombëtar FIP Platinum, i zhvilluar disa muaj më parë në qendër të Tiranës. Ministri Blendi Gonxha tha se projekti është një shembull se si një aktivitet ndërkombëtar mund të lërë pas një trashëgimi të qëndrueshme për sportin në vend. Nga ato shembujt e aktiviteteve dhe projekteve të qëndrueshme. Nuk janë evente të cilat kalojnë dhe sëna si gjuhë, ato do jenë këtu në shërbim të atyre brezave që ju do i angazhonin në këtë sport kaq të bukur. Presidenti i Federatës Shqiptare të Padelit tha se qendra synon të shërbejë jo vetëm për aktivitetet e federatës, por edhe për promovimin e këtij sporti tek fëmijët dhe të rinjt, si dhe si model për investime të tjera private. Kemi nisur kontaktet e para që ky sport të promovohet, të rritet sa më shumë. Zëvendës ministri Endrit Hoxha theksoi se raporti përfundimtar i Federatës Ndërkombëtare tregon se rreth 50% e financimit publik të akorduar për organizimin e turneut i rikthye ekonomisë përmes shpenzimeve të aktivitetit. Gonxha theksoi se turneu solli përfitime jo vetëm sportive, por edhe ekonomike dhe turistike. Investimi që ne bëm, gjysma ka ngelur në mënyrë direkte me gjithë pagesat e bëra dhe në kontraktimet tu. Po kjo nuk është vlera e pa shkruar, që është vlera e pa çmuar e përfitimit indirekt ose direkt në promovime në imazhe. Në qendrën e re do të vendoset edhe fusha e parë e pickleball-it në Shqipëri, ndërsa federata synon të bashkëpunojë me shkollat për ta përfshirë padelin në aktivitetet sportive të rinjve.